saga që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithë juve që po shoqëroni me Koha Visionin dhe me Klan Radion, ja ku erdhi edicioni i radhës i emisionit Drive Me Crazy. Duke shpresuar që keni pas ditën me shumë suksesshme. Se sa i përket motit, sot në vendin ton po ka qenë temperatura shumë mira, po vazhdo me qenë një mot i mirë në Kosovë. Simpatik. Shumë i mirë, më thonë që me inërhije pak të vjen murçet, ama kështu kur të rën diell kënaqesh. Përshëndetje të gjithëve, sot me shumë disponime dhe me shumë zjarm po e nisim edicionin të lumtur edhe shumë krenar me arritjen e Shqipërisë mbrëm në Eurovision, që u kualifikoi e dyta në finale, kështu që po ju urojmë shumë suksese Shkodrës Elektronike me super këngën që kanë përgjedhur për këtë vit. Më duket është ky viti i vetëm ose i pari që na përveç Ronan Ishliut që ka qenë domethënë edhe atëherë jashtëzakonshme. Është një farë entuziazmi më i madh sa atë. Është një entuziazm shumë i madh dhe pritshmëritë janë shumë të mëdha në krahasim me vitet e kaluara që kanë se nuk shkon atin. E këtë vit dyqyshe jena sikur të e besu pak që mundet me shku Shqipëria deri mos thon fitore, po është pretendente për me fitu. Është pretendente për me fitu. Po pastaj patëm edhe një shliun, po e kemi atë shpresën, atë ndjenjen që mundet me fitu. Ka për kraje të jashtëzakonshme edhe prej shteteve tjera në për komente që po i shohim. Kështu që nuk di çka të them tutje. Nëse po dëgjojmë këngën e parë, mandej a më prezantu temën që tash masani. Ja, që tash po prezantojnë atë temën, le të bëjmë gati të ngu këngën edhe bëjmë gati edhe për temën për me çka më na fol. Sot e kemi një super temë që kena më u prit me telefonata, po të njëjtën kohë mos harroni se duni me na tregu edhe për pjesë më të ngarkuara ku i kemi, se po harrojmë kanë herë me përmend, me na tregu se ku janë ato pjesë më të ngarkuara në të njëjtin numër ku mundeni me telefonuar dhe me na tregu për gabimin e fundit që e keni bërë. Cili është gabimi i fundit që e ke bë? Na tregon në 04 978 978 kolla si gabime të mira që bojna kanë herë. Gabime simpatike. Edhe po që na shtin me qesh, kështu që po ju presim na tregu. Kollë trashanike, po, kollë trashanike. Me çka me nis për vetë se me zjem. Fillimisht po dojna mi ju tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi, ku ka më shumë kolon në këto momente. Në këto momente ka kolon pjesa poshtë Veterniku deri tek rrethi Duplex. E ngarkuar është edhe rruga Gim Ramadani nga Ullkryqi Menzës për tek komuna, por edhe ana Sjelltas nga komuna deri tek Ullkryqi Menzës. Kolon ka pjesa rrethi me flamur rrethi Spitalit deri tek rrethi rrugës B. Këto janë informatat e para që kanë arritur sa e përket komunikacionit për ditën e sotme. Çe telefonata? Faleminderit kolegë nderuar. Përndryshe më ka kap një qeshur kështu pa pikën e lidhjes, pa pikën e nevojës. Po vjen me qeshur. Domethënë pi bjen që edhe nëse qesh diçka mos janë dhënë për mëllë. Mos janë dhënë për mëllë, ç'ashtu e ka po. Po smujën e qeshjes sot. Zakonisht mas e kryem emisionin me Simin na kap një qeshur kështu kot dhe tani ka vazhdu deri sot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Shërbënaj mirë. Që ti Shabunaj e mirë? Përparim, cili është gabimi i fundit që e ke bo? Çka? Gabimi i fundit që e ke bo? Përveç se ke thirrë emision. Që s'bën gabime? Ja, je karrierete. Qysh? Je karrierete. E që ka lidhje rjeti, unë po të pyes gabimi i fundit që e ke bo, kjo është pyetja tema për sot. A ke bo na i gabim së fundmi? I fundit, cili është? I fundit? Po.
Okej, jo, me rajt jo, vish nëse të kujtohet mirë, nëse jo, të e mirë. Gabim mund të më kanë edhe me rajt që me met gabimi i fundit. Hajde po të përshëndesim, faleminderit shumë që na ke telefonu. Mujti mund zer, po. Po, jes dashti mund zer. Përvarimi se me pini shishe ujë vend, domethënë. Pjesë e kitë miru e ku marrë paketimin e zakonshëm të ujrovove. Po e paskun bash, Kolona është nga Ivalia në drejtim të Vetërnikut, është një foto që ka arrit, pastaj po shihet edhe në hyrja në ose dalja nga fushë Kosova, saktësisht nga hyrja e fushë Kosovës deri tek rrethi atje, po pjesë e ngarkuar me Kolonë në këto momente. Ju vazhdoni na mbani të informuar rreth komunikacionit, na dërgoni foto se na kena më informuar krejt pjesëtar të tjerë në komunikacion. Mos harroni, mos bëni gabim për mos me pini Go Plus, atë pijen energjike numër 1 në vend, për arsye se po i dhuron 16 vetura avatar. 8 Kosovë, 8 Shqipëri. Qysh me u po pjesë e kësaj loje shpërblyese, tu e marr kodin nër kapak që e keni, e dërgoni tek loja goplus.com, edhe bëheni fitues potencial i janës prej veturave të mrekullueshme avatar. Alo, përshëndetje. Përshëndetje njerëz. O, si e gone? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Ju boftë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë t'lum goja. Gone? Urdhëroni. Ju si keni kalu? Mirë kemi kalu edhe na sot mirë, domethënë jena në çat që ka çush kallëzë edhe fiona, vish tu kesh jena aty në diçka kena. Po, domethënë dikush kesh me na kallëzu diçka, në neve po na keshët. Gabimi i fundit që ke bo. Ta njefshat mirën, faleminderit. Gabimi i fundit që ke bo. Ola s'kom bo gabim. Theme njerin e gabum jetu e vetë. Hajde më se kete këna bo ka një gabim. Kjo është e pa gabueshmja. Po ka bën bre njeri diçka ka bën. Jo. Krasimi sveden. Jo s'me di valla, unë për çfarë kam bo temën për me ditë. Për momentin nuk kam gabime të armën të shohim. Hajde po shpresojmë të shkojë jeta pa gabime. Faleminderit që na ke telefonuar. Nëse gabim bone që thash që s'ke bo gabim. Gabim është me mendu mas pari që je personi pagabushëm, po nejse. Që 2 gabimet shpejta që ti gjatë. Jo, amo seriozisht për momentin s'kam gabim. Nuk tham na gabimin e momentit, gabimin e fundit. Mundet më bora edhe para 10 viteve. Amo njëherë s'kam tash të shohim se di. Okej. Faleminderit shumë, kalofsh mirë. Miru dëgjofshim Gane. Faleminderit Gane. Na pas ka dërgu se djena kish dërgu jashtëtoksori një këngë që po bre pa audio ke jashtëtoksor. Tash ma pas ka dërgu veç audion, ama mas emisionit jashtëtoksor s'm më tash më ngu. Po na ka dërgu një këngë për ndryshe që ka bëu me AI, ke diçka po mdoket çka kënu diçka. Tash më s'po pres me ngu. Nuk e di çka ka bëu, po nëse mas emisionit jashtëtoksor unë edhe Fiona na do të kishim bre, ka do nëse. Hajt. Do më thonë ja ka bo kretë inteligencë artificiale këngën. Kjo që ka shru tekstin. Më e Fion ta bëjsh akë bëgane një tekst edhe dilë që të shku kënë këtë shika për ti. Po, po të shka dhe na me bonja. Edhe na do të me bonja. Ti ta mëm kjo për kom janë i noti. Zeni tash kjo po me të ka edhe kjo zeni për dasma. E merë inteligencën artificiale, që ka po do një shto tap tekstin e këngës. Janis. Remix. E u diçka koft. 049-978-978 numri i telefonit. Gabimi i fundit që i keni bo me Prishtina Tickets keni me gabu asnjëherë. Këto e themi kështu me plot zemër. Hyni aty sepse keni destinacione të shumta për shtetet si Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia dhe Luksemburgu. Në shumë qytete brenda këtyre shteteve, tash edhe Parisin e keni si destinacioni më i ri në Prishtina Ticket, që ka nis me fluturime nga muaji i kaluar. Kështu që shkoni në aeroportin e Prishtinës e keni përndryshe tur operatorin më të madh atje, por ka edhe numrat të telefonit, që keni edhe rrjete sociale për me hyrë dhe me pa gjitha ofertat, destinacionet edhe çdo fluturim tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Koshikja. Hajde Koshikja, si je? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit për mrekulli. Ti Koshika je pa gabush me sigonja, a ke bona i gabim? Jo, valla, kum bo gabim shtunën e kalu me një gabim fort, bilim të madhë. Qka ke bo? Kum bo që si më shku mu shetit një dit gjithë ditën, në penja. E ke refuzu na i ofertë kështë për shetitja? Po. Kjo gabimi pa falshë? Gabimi pa falshë? Kusht ka ftu edhe ku ke pas me shku? Më brezerën gjaku një ditore, vesh mu shetit. Edhe kusht thire, që i the jo? Shoqet. Shoqet edhe the jo? Jo, thash hajtë se... A ka në arsye që ke thonë jo, thjesht ke pritu? Po, kesh mirë edhe thash, po, diku tani ka... Ati se ju nisë, ka në rrët... Kaloj ty. I ku më rapi shmanë shumë.
Ani po uroj që kime marrë prap ftesën. Ja, e ma. Ja, se merr më, ja. Tirë më ka pi moca ujë. Jo. I bosh mira saj. Zonë se ajo ka kaluar, veç në tjetër inshallah. E bash me shnosh. Ka më mirë. Po jo, bre se jeta e gjatë, vina pet oferta shëtitje knaci. Po tu jardin. Jo mos e tirin, mos e thoj një herë, po tiri dy herë, po tiri që s'po vjen. Gjithashtu Jo, më çfarë ti sta tirin më hesh? Kam qef mu shëti, dejti bëjt kap nase 77 vjet vetë ku mu shëti. Po çashtu pra. 40 vjet. Tash ku kus për na kapka. Ja, dejti bëjt 84-5 vjet. 84-5, pse po thua dhe mas 84 vjetë nuk shëtit, Tani ani sinal ka pak. Jo, valla, pa shëtit dhe një 5-6 des, ma me një qelja. Që ashtu mos më nalë, faleminderit, të më kalosh mirë. Bravo, ja pas kom gjitë këta me kesh. Po. Gjitëse është e qeshura për ndryshe. Faleminderit, është në gjitëse. A është sikur ajo që të hapët goja, njëjtë, se dhe po, dhe ajo është që shtu e ka mos e përmend tash të më hapët goja. Ipcom e ka bo pagon mujore infinit. Për juve që dëni me pas internet, mobil, SMS-a, minuta, pa limit në Ipco, shkoni njërin prej dyqaneve Ipco dhe mundeni me aktivizu pakon, ose mundeni edhe përmes shop.ipco.com. Alo, përshëndetje, Viber. Alo, mirë dita, mi da feti nga Gjermania. Ku jemi da fet si je? Shikusja e rregull. E pse s'po na thirrti mi da fet? Se s'po na thirrti ma shpesh? Ju ndëgjoj gjë, rregullisht. Po pse s'po na thirr, po më intereson. Nuk e di, vetëm ju kom qef me ndëgju pasiv jam, kështu ju ndëgjoj. Po ne me atë pëlqejna mi da fet. Shumë. Çka të pëlqen Çka s'pëlqen tek ne? Nuk kom kritik, vallahi. Çka të thonë, çka të pëlqen te Fiona? Se ka qef kjo me merë me të mirë se ka qef me një Një shumë. Qashtu fajnë. Sa me ko njeri nervoz, sa me pos njeri diçka. S'komre në ta jekim nervozën, po mos baj gare mi ta fet. Qka është ajo? Pa i ka t'je ik nervoz. Mi ta fet, mos më bë nervoz. Kallëzëm. Da, ke po temën për çka po flasim? Pëlqej shumë tema për ato edhe kom thirrë. Çka je të thonë, çfarë gabime ke bu mi ta fet? Drejt tregona. Po një gabim, edhe du me tregu kështu bash haftas në televizor. Po tregoje se s'bohet nomi. Para 30, unë jam do me thonë 55 vjet, para 30. Po dokësh ashtu si mi pas 23 po dokësh, po. Kombo abort 2 herë. E kombo 2 herë abortin. Pse bune këtë gabim? Shumë jam pendu. Pse bune atë gabim? Nuk kone reja atëherë, nuk e di, nuk kom mendu shumë edhe ajo ka qenë gabimi jem shumë i madhë. Okej, do më thonë e pranën që është gabim, apo? Në cilën mosh mi da fet? Si kom pas as 18 vjet. Aha, okej, ke 18 vjet e re u kon. E re, unë kom 56 vjeti, 55-56 i bojt tash, do me thonë para 39 vjetë, edhe shumë jam pendu, para 38 vjetë, shumë jam pendu, po me këtë gabim tash jetoj. Okej, po do më thonë, ko ka një gabim, po Iran, që e ke bo, po edhe ke qenë e re, edhe në ashtu që apo di në rëthona ta ne këni. Po na i farë gabimi kështu të lezet shumë, a kina i sen? Zbote pak. Zbote pak mides në tranove. Në malë. Në një tjetër? Në punë bojna shpesh. Çfarë gabimi bën punë? Po vre sa pra e nitë dhe s'bojna gabime. Bën be gabim çysh jo. Po çysh s'bën gabim ai? Kesh marrë kesh. Ai gabimi i parë është që deri me orë në punë, po mos vaj gara Allah ile. Ai që punon, ai bën gabim. Po. Edhe ti që thonë, si të dalish për jashtë, mas mori që ke dalë për jashtë. Po gabim është bre gabim, si dal jashtë thu vetë, ç'a bona gabim që ushqova sa dola pa hiç puna Allah ile. Çetën zat mirë. Mi ta vet. Uno. Au fidërzi. Shumë faleminderit ditën e kalon. Qysh. Faleminderit. Na tranoj. Na me janë Gjermanisht le të shërbej edhe si mesazh për 33-at që duhet me mendu shumë mirë para se me marr vendime kaq dita ajo kona të dosani që janë tash. Nëse ka qenë situata ndryshe konsentet, po tash mos lina kësaj fartime se për më haron. Unë me zbutën e Fiona në ato tonë. Simpatik, bre, po, naj mesazh gabim, do më thonë që më nësh me boj Fion ti, unë ajo, po, kur do me bledh dhurat, mos me shku të Rubini. Kjo gabimi numër 1 që më nësh me bo, se që aty i gjenë ato dhuratat më të mira që jesin të njetën, ato nazat e bukura, aksesorët e mirë. Në qendër Prishtinës në Albi Madh dhe në Ferizaj e keni Rubinin. Për ndryshe cem Prishtina sot ku ka mbulu në mbeturina. Kush ka dhona i gjiro Prishtinës sot? Kryetari kisha në takimin me Gjipsi Kingat se tha du me dal
me kështu që apo bojna për situn beturina. Po shpresojmë para disa ditëve dolën me njoftimin që tash pagesat bëhen direkt në komunë, jo përmes kompanisë. Po edhe këta erdhën te dera ashtu, erdhën aty në letrën. Po dolën tash me ndërprej. Edhe çakon aty ato. Po tash dolën me ndërprej punën, e lan krejt e bojkotuan. Nuk e di, kon me pagu, çka me bë, ku me zgjujt, s'di. Çe, ngani jo, veç mirë në vesh me zvetin herë. Edhe vendosni që ai të bë. Aty diçka është uzi shumë e madhe. Se na smujna edhe ata dhe këta. Aty diçka shumë e madhe është uzi, edhe qytetari po e han gjithmonë këtë gabimin e tyre, gabimet e tyre, po them kështu. Edhe pak kena pas, domethënë beturina në kryeqytet, vishë edhe shtu na kanë vy. Kjo domethënë është pasqyrë. Po fotot sot. Para mendo me tord ndaj person i Bashkimit Evropian anë përfaqësuesa në ambasadora shumë po unë po çuditë. Me ardh bashkë qytet ditë ose bashkë sot me ardh vizitë edhe me dal me pa qytetin bashkë. Po çuditën ata. Ej, domethënë kjo është nuk di, marrja më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë. Po ju po dini, ju grani na kena fajs zakonisht. Respekte. Hajde telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Fatlumi prej Prishtinës. Hajde Fatlum. Ti Fatlum edhe i Prishtinës, domethënë. Rahat, Mirë, do thash emrin Fatlum edhe i Prishtinës. S'po lidhet. Emri Fatlum i Prishtinës. Ti shkonin ai qyteti tjetër nash tham. Hajde Fatlum tregon gabimi i fundit që e ke bën. Gabimin e fundit e kam bën para një javë. Çka ke bën Fatlum? Ha? Çka ke bën? Po drejtë më tregu e kum drejtorin e kum gënjë me pasi tani faqën. Çysh e gënjeve tregon a mua e fjonës. Domethënë ai zuni tu e gënjy? A e gënjeve për me shku në shtëpi? Jo, e gënjeva se kisha një farë punë, më thonë se isha sëmçën edhe kështu që. Edhe e gënjeve. A e ka marrë vesh ajo? Kallzona se s'është na nguaj joni. Hajt kallzona çysh e gënjeve? Una, e gënjeva, që ashtu që i thashë kom një farë punë më para, kështu fa po mos të bëjë ne kam edhe divisin tam e gjenovaj po tash është tu e pas ke shfryzuar rastin domethënë në një situatë që të lidhet apo një ngjan të në Fiona nesër e kena një far punë për një farasti me njërin një farvani gjyshja mos mujna me thon po do të vëzhgjet kisha mi deponu dorë në bankë që ata që i thon kështu nuk më isha pas jo mi thon po shkoj deri në bankë do të më gënjy shefin a me thon po do të më shkoj deri në bankë nuk i nevojë besoj më gënjë Masorarit se bankomatat bojnë edhe masorarit urgjent ke punë çashtu që tash e kanë shtremu. Okej, nuk e di ku punon çka që shtek, po domethënë situata ku ka qenë që është dashur me gënjë. A pishe reagoj gjenti, a dhe vish më kesh, ha, kishe. Jo, shritët dhe në këto sana. Me 19 dhe 12 ka me qenë smut. Po, e kena një farë. Shkoj tjetër. Shkoj jetë të thonë, ti mësëm tot. Unë jam i përsu në inxinjeri. Qas këni në mision live. Okej, të përshëndesim shumë se që kjo lojmë i fundit të më thonë, kalon shpirë tonë. Eksklusivitetin. Po mi jep eksklusivitetin këse. Falimderit për të përshëndesim. Se s'dje tani se po të bëj ka apet me njerë me t'u lidh. Mos po të bëhet shumë o i fion. Alo. Si këta thash edhe o neve. Në zërë. Në që të parë hashë. O, përshëndetje, hin, parën se sot s'pëlqe shumë rajnë aty. Veshin se nas nolëm. Ja, sot se kena njët belshuran. Na ka shkru një dit një zoj, ngëm visha po të kalzoj, na ka shkru një zoj, tha, bën tha me lon rajnë me full pak edhe në dëgjus, tha se po fol një dy shumë. Po dhe na kena qefre ka njerë me full në radio. Me bomës me full unë si me gintis na i qetë roga tani. Ja, po ta qatë si drall. Hajde, kush na ka dhirë? Qenani për Lucianit. Ku jeve Qenan si kalon? Shumë mirë. A ke djem bazella jo? A je ka djem bazella jo? Jo drejtën me thonë jo. A do në me shku të shtunën, a? Finalja kur është? Edhe shtunën jo. A s'po shkona? Kish pas mjaftushëm shqiptare dhe unë besoj që ka me pas për krojen mjaftushme se di që ka atje, bazell ka mjaftushëm, veç ata ta mushin që atë thallë. Bona dhe për ato, po jam i ftuar te presidenti, kështu e kam thënë për presidentin. Çka jetë të thon, për çka po shkon ti te presidentja, apo do më shkumingu ata çka po folin a? Po do të japim për çfarë do të thaj? Ngam, veç për politik mos u fol se s'lahesh me fol. Jo, veç po kam dëshirë me shku me pa këtu për afër se s'kam pas rastin me taku asnjëherë për presidentën. Kur e ki takimin, sa e ki takimin, me sa e ki takimin? Ti organizojna mediat.
Bernd Mërkurën është. Bernd Mërkurën është presidenti. Po. Edhe kime shku me taku personalisht, apo? Personalisht, po e ka një problem aty edhe do të marrë pjesë. Okej, shumë mirë. Gabimi i fundit që e ke bo është, ku jam shku me taku atë në kështë. Gabimi i fundit cili është? Se ti ata që i gabima, jom një menit pa me i panjohur. Ja, kjo koka e mirë dy herë, kjo është e mirë dy herë, kjo s'është gabim. A i dhe, o burra, më falni, juve zoti shnërsh, po unë e po dalë ma qanej se e pas nga gabu venin. Nuk e njësha kërkana dhe kështu ju shpreja ngushtrime me gjithë zemra, të edhe u quajt ai personi cili ishte familjarin atina, pa punë matë madhe s'ke bo kurve burë. Po kush jeti? Kështu që mire tha, ja ka vle edhe një dhe dy punë. A i se ndërë pas ke bo. Po më vje mirë, që po gabujnë sa në tje. Faleminderit, po të përshëndesim që na njejmë mrekullueshëm, ai me gabu njeri me thonë atë. Fala vjosës. Po shkoj po ta blej një Toyota 3, po ta qas nemën, edhe me thonë kur ta bija din kështu në kishte mos mu befasus që ma ka pru Yaris Cross, me thonë mos gabova diçka, okay, po gabim i mirë ka kishte si atin kur gjao. Po. Prej 28-824-900 Toyota Yaris Cross verzioni Luna me 10 vite garancion. Alo, përshëndetje, telefonata. Përshëndetje, nesër. Përshëm. Po. Masi e përmendi vjosën, se më zdija ke pa një historie që ka qarkullu dje dhe par dje, që e ka marrë një shmimderi në Vjenë. Ka qenë një foto e presidentes, tu para kalu në përstall. Instagram tonin se për që po mdolin mu korresh. Edhe, do me thonë, ajo foto, ajo shkrepje, presidenti ato esin mes, edhe komplet një sallë me bura ato Eduard Trokit, në kom, do me thonë ka qenë rëndqethëse. A të pëlqej, a? Shumë më pëlqej. Po më vje mirë edhe mu më pëlqej shumë. Po të e ditë se cilësova. Pa e këshe cilësute. O matë mirë tjeni bre, mos t'javnin juve, sidomos spiona, edhe ty të cim, kishe që edhe tish aty. Qëre, a fërdit, kjera është ti lezoj mesazh atish. A u kuptum. Blerina për nga dërgon një foto që të nga të gju prej zyres. Qa punën Blerin të regom? Edhe bash mirë ke bosh që nga ke dërgu se edhe një ditë kina thonë dërgon anë një që të në ambijente ku jeni të nga ngu përveç shtëpive. Më thonë nëse jeni në zyre, jeni në vend punës. Edhe në veturë, në frekuencë, pëse jo, s'ka lidhjem. Do që vish dërgon anë ka një foto se kena. Po thotë që të në qytetë zëmpejtën, që kanë thonë qytetë zëmpejtën. Tash nuk u met as lagje. A e kur gjojë met. Po, kur gjojë që atë një rrugë. Edhe kryet del që atje. Jo, kanë qytetë zë, mos ka qytetë zë aty. Kolon në qytetë zëmpejtën, jo po në Vetërnik. Nga Vetërniku lart deri te Krethi duplex pjesë e ngarkuar me kolon. Okej, shfrytëzoj rastin me shku edhe në Enza, kushdo që je aty dhe ke met në kolon, nëse je tu mendu me bona i renovim ose naj rifreskim të shtëpisë ose banesës, shko në Enza se ka oferta pranverore. Nga brendi Dorian keni shumë mobilje në zbritje, me andej mos flasim edhe për Jatash Bedding linjen e dyshekve edhe krejt të gjërave tjera për fjetje e gjeni në Enza Home. Keni edhe në rrjetet sociale, po ma mirë është me shku atje edhe me i pa vet. Arse ma është që kjo po që aty koka. Qasja për të Krethi tek stacioni i trenit po shihet pjesë e ngarkuar rruga Tirana, saksisht i bjen kjo. Që nani na dërgon, jo, rruga edhe në mëngjes edhe ditën edhe në mesditë edhe në mbrëmje gjithë ngarkuar është. Jo, mos më dërgoni foto pi shtëpisë që jeni tu na përcjell, prej zyreve, prej vendeve tjera, po them se në shtëpi të diçi. Po jo, në shtëpi se s'po duam ja posa anë aty përpara, po çojnë. Mobiljet. Jo, më po çojnë sa në tu ongre tash të shkoa drekës në zvetish. Na këtu të ngujuar deri në 6. Nëse çdo unë ti e Blerina që jena në zyre, domethënë e kena malet. Ajo ta çon pi zyrës ka na letër çatë. Unë ti që jena këtu në emision nuk është e mojna mendjen shumë të ushqimi. Amen. Jo, çushjo, hesna se mojna amen. Interesant është puna jon. Po të hesna se mojna amen. Tani verën tjetër kojna për shit verë. Ai kena do tema për verë, kena zgjedhë. Ja, vetë kena bo pyetjet, vetë përgjigjet. Shumë të mira ishin. Nëse sezonin veror për Ramos një foto po na tregon çështja për te Krethi Arbris është pjesë e ngarkuar. Faleminderit që po reagoni se po kam kohë çdo mi po ka pak fotot. Alo, telefonata shefi Juna. Alo. Alo? Alo, përshëndetje. Pi pa kujtsim. Të shumë po fol. Kush telefonon? Lez. Gozi. Gaz, përshëndetje. Përshëndetje. Ja lelo çush jeni? Jo, mirë, ti çush je ai lodh? Ja, ka pak. Më vjen mirë. Gabimi i fundit që e ke bo Gaz? Gabimi i fundit që kam mendje se më hiqet, është domosdoshmë para 2 viteve, pa më bëmë një shok bashkë me firmën Kosovë një kompani më të madhe që është që ke temat e Turina, ta den? Edhe sollëm kompaninë në Kosovë edhe diçka për reciklim duket që ke përmend?
Po, i morëm gjitha lejet, i morëm tukën në Varësh, Ferizojtë, dhe bëm përgatitin këtë për filluar ndërtimi i fabrikës që kushtoi 140 milion. Edhe po thëshën 340 milion. Unë po shkoj te shtëpia, ju kalofshit mirë. Veç pak të shoku është gabimi këtu. Edhe çka ka ndodhur tani gas? Ka dole. I gotë po zgutet njërin 140 milion hec. Edhe domethënë pëlqimin e gësor që shumë ministrie që shkallon gjithë filtrat, domethënë të zyra ligjorit. Okej. Domethënë krejt procedurat rregull, gjithçka në rregull. Po çka ka ndodhur? Dilëm temë. Londa se zakonisht ata hujtë morin e verifikojnë tani Bashkimi Evropian, a janë gjithë dokumentat rregull, domethënë ulçi që ka rregull, vletu kanë Ferizaj, ulçu leja nga komuna Ferizaj për ndërtim, në Varësh Ferizaj, edhe filloi me kontratat me komuna. Për një morë në beturinë e komunave 2 vjetë ma herët, dhe sot dërtuat ajo, edhe një prej oferta më të mira që ka posë Prishtina, ka posë një kompani të Austrisë, dhe mund që i sëllë këtë dikun 80 kamiona 3, dhe mund sistemi më modern. Okej. Para praktisht interesant. I konservojnë beturinat, edhe i lonë për shumë se ajo bën digjet modha ajo. Po? Të mund gjithë Kosova, këtë beturinat e Kosovës, si më një djeka që pa fiteloshe. Edhe, kërë në funa një do Gurtenilin, vitën e kalu me 3 gusht, edhe kuritora i tira faktikisht telefon shumicën e njerëzve dhe mund të politikës të marë pjesën në përorim aty në ceremoninë e hedhjes së themelit, okej. 2 ditë më herët, të mund i thira 2 ditë më herët, një ditë para se më kur themeli duhet konferencë për shtet ministria tha na nuk e dim çu leja. Edhe tash metën krejt baf, metën ata baf. E njëjta ministri që ja u dha lejen, tash po thonë që nuk e dim çysh e keni marrë atë leje. Po, a faktikisht kjo leje u lëshua edhe për podujë. Se ne kena dashur të bëjmë podujë për shkak brezit konfitor, nuk e lejejshin se afër servise kështu. Edhe duhet ministri dhe më thonë tha nuk vërë, tha se nuk i di që rëshu leja. Tash ka kaluar proces gjyqësor, ka kaluar arbitraj, edhe Kosova i hupi si pas avokatëve për flasë dhe këmëtarë, 10 milionerë, edhe atet marrë fabrika, 2 jatë. Edhe i hu faret edhe marrë fabrika. E ku është gabimi jëtë në këtë mes? Që e more vendimin me investu në Kosovë në një? A që i besove njerëzve të gabum? Ja, shpërtë shprekësh. Zakonisht për shembull kur i vjen njerëz që kije në shuk, për shembull, edhe dolin për shembull, po munduar të shkallë vë për vendin tonë. Unë u gzesha që vjen investuar. Po. Kaçimall. E qartë, po. Kompania më e madhe në Evropë. Unë kumojt me vish drejtë sa ta milionat. Ma kuçi kur zojës kumojt me. A drejtë milionat e moj me diçka se ta. Tash ta kallëzit. I bi pak më shkurt se gazit, po. Gaz. E kishim, po? Jepi gaz pak. Okej. E kishim tani një mundësi ideale që kjo kompani lidhet kjo që kishte me kompanitë e tjera. Domthonë, ne atë mundësi një sillë 2-3 kompani në Kosovë, domthonë për investime. Edhe, domthonë, çfarë ngisa që ne e bën ata. Okej. Ku s'li vjen fije çysh, pse? Çka ka ndodhur? Çka u zi aty? Interesi, ku ka qenë interesi në farën detyrimet janë diamanti, janë gjërat më të shtrejta, është gjëra më shtrejtë. Dhe më në vlerësuar. Në të kohë. Në të njëjtin kohë në vendin tonë. Vendin tonë, për vendin tonë po flasim. Kur ditë na tim për investime në Kosovë, kena pas, kështu që mëjna me përsëri se ka shumë nga mërgjimtar tonë që kanë interes, kanë tentu, kanë hap, kanë investuar në Kosovë, kështu që kur ta kemi një ditë, kena me tir edhe ose ti na thineve edhe me shumë planci folim pak më gjerësisht. Me familje, me vllazën, me shoqërinë. Vjen keq që ka shku kështu situata. Gaz, faleminderit shumë se nuk kemi edhe shumë kohë. Të punojmë. Nuk ka gjë. Nuk e kanë gjeni po shëndesim, po të si groj që aty me dojnë në tem direkt, po u dosh, po me zgjith. A shkojnë atë në Olbi shpejt? Po shkojmë dhe në Olbi. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Por i kthehemi për ndryshe i pata disa mesazhe se s'mujt ta postit me fol se me gazin me fionën që aty laga s'mujsham ju kallzu diçka po ja na tregoj diçka po s'po del në tem a din çau kam problemi aty se edhe në ditë na diskutojmë po nese e diun po
Gozës për thot. Edha e din. Çka e din. Ke pregazuja, ke besu njerëz të gabuar, vend gabuar e të jetë. Po. Ju që keni nevojë për derivate të mira në vend të mirë, shkoni te Petrol Company, edhe ato mbrese sepse e keni dizelin për 1.9 cent litrën dhe benzinën për 1.12. Dizeli me shumicë është 1.6 cent. Mos harroni me undal edhe në Vjepi restoran Mikop ato super ofertat 1+1 gratis. Për më shumë informata keni edhe rrjetet sociale tek Petrol Company që mundeni me mësu edhe gjitha informatat ose edhe me marr pjesë për lojën shpërblyese. Komunikacioni me Kolon nga Veterniku Lart, sa u kthy me Fionën deri tek rrethi i ambasadës. E ngarkuar është pjesa në bulevardi Bill Clinton deri tek Solla 1 tetori. Atje rruga Tirana me Kolon nga rrethi prapa stadiumit, për me shku tek stadiumi që ka po, na falni, nga rrethi i stacionit trenit deri tek rrethi prapa stadiumit. Po, ç'është është Kolona? Ku do të thush jashtë Kolon? Jo, pas ka edhe pjesë domethënë Aloma me Kolon më xhot, ata që po vinë nga Slatina në drejtim të Fushë Kosovës Kolon, dhe e ngarkuar është çështja e rrethit Çaglavicës me Kolon. Xhot, alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Çazim. Po jemi në Çazim, po s'ki nevojë me na kallëzua emrin se të njohëm Çazim. Po unë jam Lokot. Ja thjesht faj tema unë. O Çazim, a ke bënë herë ndaj far gabimi ti? E ku bo, shumë. Hajt çfarë gabimi ke bëu Çazim në një simpatik kallzona? Valla simpatik jo. Sela te voga e ku bo super. Qa ke bo çfarë gabimi? E ku boba e ka bërë një radio. Sa më së pekri, unë e ku pek, hej. E ku ti tuja, si ishme në vësital. E ke shti më loa? E ka shti radion më loa, qka? Jo, e ku ti tuj radion, a i sa më së pek, një pahon une. A, ti aprishe radion, babës, sa? Na kesh ngu njeri thash në radio. Pse bre, jo, Pse bre Çazim? E ku si një e dita unë e kita pot një televizor vogël sifte e ka be baba. E me pajisë e paska. Ja paska ti e krejt. E ku më dje, krejt. Çazim po të përqafim po shtalenderona ta që të nuj mëre ka shqit nuj, po dhe ato e ka shqit po nuj edhe shkoj televizori. Çazim, au Fiderzi, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Je i mrekullueshëm, faleminderit shumë për telefonatën. Përndryshe po mundona mi po çdo pjesë të ngarkuara po arrim foto për pjesëve të njëjta që veç i tham pak më herët, kështu që para se me marr telefonatën e radhës, vazhdoni na telefonini 04997898. Po çysh s'po pe dua atë vespën e mrekullueshme, pe dua Aprillin ose pe du atë Beverlin 300 po që është Sprintin 50. GTA Supersportin, cilën? Vesh gjallë. Unë po nal na te Vespa, s'di pse pe du Vespën shumë, edhe është e lirë për me ble, edhe është e mirë për me majt, edhe në shpenzon shumë pak, është Vespa 1 euro 80 cent në ditje, do më thonë të kushton nëse e merr një Vespë me u bë me një Vespë. Ju shkoni tek Ventoro Motors, që është tek Automita, edhe më merrni më shumë informata, edhe shkoni brevisht mi vizitum. Alo, përshëndetje. Okej, Viber. Alo, Viber. Hajde tete Aluma, Apollonia që shine. Hajde tete, që shje. Hajde lumë bofsh. Mirë, juve si ju kam, Apollonia që shpo kaloni. Jo, bre çfarë të lodhme. Ja valla mërzet shumë tete, s'na ka thirrë mati. Po pak simi. S'kesh. Tete, kur ke gabu për herë fundit? Ç'është tete? Kur ke gabu për herë fundit, gabimi i fundit që ke bë, kjo është pyetja për sot. Po, tete Alum, po që jam kthy pi Spanjës, çaja më gabimi më i madh. Sa si kishin thonë tete, atje kishin thonë Marisol? Ishte teta, mi po juve. La bonita teta. La bonita, mira che rica che sono tetja. Venga aquí, mua. Tete, çka ke lidhur Spanjë mas pari tregom, edhe pse e kthy, çush e kthy tek e kthy. Po vallaj tete, veç që fëmia janë ku i kom pas vogël, më shkëshin në plazh të çapë mytën e çështë. Po të shë porozita tete. Për çfarë e kthy, mos po të mytën fëmijët në plazh?
Po, pasha zoti. Oj, tete. Si jam neshe gumat e durve me tete, s'kam pas ku shkoj. Po, toçna. O, e ka pas këtë qenë në tu, se jo që jenë shku thellë, se jo për nejsen. Ja, Ani, tete. Me najt me një qadrë mi këshirë. Hajde, mucho gracias. Adios. Te abrazamos, te quiero, nejsen, hasta luego, a la mañana. Hajde, besa, hajde, të... Amore, ciao. Që një ofertë me shumë pushim. Mi amore, espresso macchiato. Alo? Tete? No, zjarm. Tete? No espresso macchiato, zjarm. Pol, teta. A nite që të kongën me të Eurovisionit, tete? Po, kysh, jo, teta që Arben Qeriqi dhe me bashkëshortin e vetë Bardhën, na kanë dhone, na kam mësu për gjuhë. Okej, jo se më të thash kongën e nive, kitë kongën, për nese. Po, që përshëndesim. Ajo thash, mucho gracias. Si. Ciao, tete, ciao, kalofsh mirë, shihemi, tong. Mos më thuj që jetë malë shumë macchiaton. Konga e mirë, më rëndë, s'kam qka bëjmë, në nuk kam faj që është një kongë, do më thonë, unë e menej që është po qatë kanë mushty. Për është edhe Shqipëria alo angar, nuk do me pas kongë tjera të mira të heq. Nëse diskvalifikohet, tani flasim. Do më thonë një të botifo për macchiato. Jo, zjem, unë në zjem jam. Jo, unë në zjem jam. Unë macchiato nuk kum pi kur një tem. Espresso po. Që jam pas të espresso, që shja që loj edhe kë. Espresso macchiato. So kena ko pas kom edhe pa ko. Po shkojnë adrin Swiss Diamond shpejt 038-220-000 është numri i telefonit. Po që shka njeri shpejt aty, oj fion. Se është në qandër qytetit sem. Po rren njeri që aty rren. Në shesh e ki. Nalet. E ki edhe këtë tretmanin e fundit që mu edhe cimit nese mu ma shumë më pëlqen, Japanese Head Spa është një tretman modern, kisha me thonë se është popularizu ndoshta vitin e fundit shumë. E keni atje në mesin e shumë shërbimeve tjera që Swiss Diamond ka cjell bashk me sallat e mrekullueshme, spanë e mrekullueshme dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me Swissin është e mrekullueshme. Veçon edhe cimin po mungojnë aty. Që Bekimi ma ka dërguar një video pivelit punës, domethënë, o Bekim çka po ndresh kështu? Do të mirujt çdo foto? Po, shumë të mira. Do të mirujt çdo foto se tani bojmë diçka interesant. Shumë të mira, po Bekim faleminderit shumë se çato po mundohen her pas here mi po fotot që i kanë dërguar prej vendeve që janë tunan dëgju, domethënë përveç shtëpisë. Po kom shef, po s'kena zoj që s'kena që çfarë zoni kom mos baj gore. Bilendriti po thotë që të bërtit. Alo, përshëndetje. Mos me bërtito e ndrito. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, si edhe si kalon? Mirë, këtë mirë, përshëndetje ka të tova. Si jemi Michael? Mirë, jo, jemi si kaloni. Mirë, jemi faleminderit. Si ke kaluar ti? Çu ke pas ditën Michael? Po mirë, çfarë ti punë e gatashme? Do të gjej juve. Marr, ju ai marr. Se s'po thu marr për Michael se do të thonë. Me zespresi. Marr e keni këto. Nuk mund me ndryshuar gjone. Po ne mirë është ajo. Michael, afër kufinit është aty, s'në ndryshon bashkëm. Po, kënd Tetov po rën. Në Tetov po më rën, Michaeli Tetovës mu ka bo. Gabimi i fundit që ke bo, Michael. Gabimi më të madh që kom bërë dhe jo më i madh i fundit, jo më i madh i fundit, gabimi i fundit. E fundit edhe më i madh e fundit që jam shpërngur komar të to. Çka ke bo gabim që? Që ka shkun të to. Që komar të to e shpërngur për Kosovë, komar të to me një jetë më të mirë. As po mundesh me u kthy prap atje? Po tash nuk i kemi venit, nuk i kemi ata tokat, nuk i kemi ata. Okej. Do të bëni prej fillimit. Faleminderit Michael, po vjen shumë keq. Kurse menja një jetë më të mirë këto, po këta i shikon katastrofë, që këto më... Nejse, nuk po dojna me janë. Faleminderit shumë që na ke thirrë, Michael. Faleminderit, kalofshi mirë. Kalofshi mirë edhe ti pas një pasditjes mrekullueshme, po që si gabime shpesh ka njerë bojna, më thonë, sidomos me ndryshim vendit për me jetu, tani menojna që ma mirë, shku me provu njerëve, tani me ase... Ose me pyet, pra. Po, me pyet, po ka njerë po të mashtrojnë, si a e tha banesa, po, thonë, maket është. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Naser Bedoku nga Mitrovica. Edhe një emrin t'lutna? Naser Bedoku. Naser, hajde të regona gabimin e fundit që e ke bo. Gabimin e fundit e ke bo 1.99. I fundit, edhe mos ke bo as një gabim? Jo, Naser, bre. Qka ke gabu në të nëntën? Që jam kryt për Gjermënije. Pse bre, Naser? Se e ta një muju këtej, se më mërzita i dash fëmin këto e qashtë. Po pse po e konsideron gabim po me nej që e këtu në Kosovë, në lindje? Gabim që më këtu se këto s'kam këta. Nuk është të shku kur gjë në regula? Edhe smuva këto qëtë jam shtret se 22 vjeqër.
Okej. Apo mendon që atje nuk i kish ndodh kjo? Ku më ditë, ma të kishdo, së të jo. Sësa i ka vetë që u këtë këto, po shamo nëjta një muj ditë, u mos dita u këtera. Jo për diska të. Faleminderit Nasar, shëndet për ty. Nëjte më bëtë që i vora ko. Jo, këtu jemi për juve. Faleminderit shumë Nasar. Shëndetet gjithat mirat. Respekt. Bekimi, adin që thash marrë qa po bën, so më interesoj kemi di qa po prodhon, po thot prodhojmë pjesë të ndryshme për makina, helikoptera, bagera. Helikoptera, bagera. Po thot edhe për maqina tjera, du më thonë, e komunisht një maqinë thirrë të ndreta, më shmja prodhu një pjesë, se ju ka prish. S'pi bën mirë, po ju ka ndryshk. Vesh mi javë një diçka që adin? Që shme thonë e farë pjesë të trumit. Po. Alo? Kesh e ndrit, më zgjeni natë. Po pe denë dhe vetë se ju ka... Kush na telefonat? Aso shtu na një heq, po qysh jo? Një gjusa nga Kristina. Ku jenë dhe gjusa je mirë? Mirë, faleminderit. Qysh po kalon? Mirë. Ojnë dhe gjuse, gabimin e fundit që e ke botë, cili është? Gabimi jemi fundit të konë që se kom qitë shaminën, në kokë, me kojtë. Konë se ke qitë me kojtë? Qaj bjanë kjo? Shaminën, se këti me herë, shaminën, kërë pse kanë kojtë? E komën e një farin dhe pse kanë kojtë, atër së të është po kojnë? Se kështë të thonë, shka po zbanë se më shumë, këtë thonë për mi, më mojnë kry. Po tash po konë tjetër kush kështë të thonë, po më shumë ato zonat, me njerë, që kë, a ne kë, sa se nuk është, a se është, që ta punojnë. Mirë. A për din që po du me thonë, po? Po, vish vazhdo. Ata një është atë mirë. Qka dishtë me thonë? Pse do me thonë, ke pos qef me kojt, a? Kom pos qef me kojt, si këtë në herë, po... Pa morë parasysh që la i luftë në mujta. E pse s'pe bën që tash mja bo befasi burrit, tak shaminën me t'janis me kojt e shashtris. Me tra nuk e tu. Po te, qa ka lidhje? Sa vëllë e këtë ranë. Kum pos qef. Qa jeti. Ajde, përshëndesëm se të shkon ma vonë. Kalov shmirë tëng. Faleminderit, përshëndesim. Jo, s'kena komo me mora asni telefonat. Jeni të mrekullueshëm, faleminderit për telefonatat edhe kërkojmë falje nëse po teprojna dikon, po se kena me qëllim të keq. Deri nesër mos harroni me bota, që doni me bojë gjithmonë me shumë dashni, paqe plot shëndet. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli, Hair and Makeup e keni në gjendër qytetit këtu në Topane për rezervime 60487 është numri Jetës, e keni edhe rrjete sociale. Nash jemi nesër për ju që s'keni mundësi me vazhdu me na dëgju. Përndryshe e keni platformat tona glamradio.fm, aplikacionin edhe frekuencat për me na dëgju edhe për 1 orë. Tung.